E pranoni këtë që tha zoti Berisha që firmat piramidale i krijoi ish sigurimi i shtetit? Sigurimi i shtetit nuk kishte mundësi si ti krijonte në mënyrë kategorike. Jo, sigurimi do të thonë mbështetja e sigurimit. Se ato duan mbështetje qeveritare, të vetë Berishës, jo. Dhe mbështetje të mëdha financiare. Për shembull, njëri që ka punuar të drejtimin fare, hapi fillimisht dyqanet e mëdha me elektroshtëpiake. Dhe pastaj e ktheu firmë piramidale. E tjetër. Janë probleme madhore këto që janë të dokumentuar. Po në Greqi? Po. Se ju thatë debat në parlamentin sërb. Po. Unë në një bisedë të tillë. Do të thonë më fal edhe një herë, më fal të kërkoj ndjes. Do të thonë gjithë ato shkatërrime, fabrika, uzina, ngritja e firmave piramidale është vepër e UDB-s. UDB-s e tjerë vetë. O skenar që realizuan në vend agjenturës tyre në Shqipëri. O kaq shumë agent në Shqipëri, zoti Limaj? Fatkeqësisht Shqipëria dhe pse është vend i vogël dhe popullsinë më të vogël, po të shikosh i paanshëm, po përsëri i paanshëm sa detale të Shqipërisë, është vendi që prodhon më shumë armiq. Historikisht. Wow. Shikoj nga 1912 deri tani. Dhe pastaj kalon shumë armiq. Dhe pastaj kalonin në Perandorin Osmane. 32 kryeministra drejtuan Perandorin Osmane. 28 ministrat jashtëm dhe me qindra pashallare general. Prandaj sa mi frashi shkruante. Shqiptarët nuk kanë shërbyer më shumë të huajve se sa Shqipërisë. Dhe kjo vazhdon edhe sot? Dhe prandaj dhe Shqipëria akoma nuk u bë shtet që meriton. Okej, tani me parlamentin grek për ta mbyllur këtë? Po. Një debat televiziv, një debat në kuvend para 6 vjetësh, që kam shpjeguar në kanal televiziv unë, ministri i mbrojtjes akuzoi ministrin e jashtëm për buxhetin që kishte dhënë ai për zbulimin ushtarak të shtetit agjenturës. Dhe mas shumë debateve tha ku ka shkuar parat dhe ai uli zërin me qetësi. Lekët kanë shkuar atje ku duhet shkuar dhe shikoj shtetet kufitar ku kemi çuar. Dhe shkoj shtetet kufitar. Është në televizor po ta kloni Harry me Gjoni. Pra shtetet e konsoliduara realizimin e qëllimeve të tyre gjeostrategjike e realizojnë duke patur një strukturat fuqishme agjentorore të zbulimit dhe diplomacisë për realizimin e qëllimeve të tyre në shtetet që kanë dëshirët e tyre. Okej, zoti Limaj, si doli Shqipëria mbas luftës zyrtare? A kishim në mundësi që mund mos ishim një shtet komunist diktatorial? Apo ishte destinuar kjo që ne duhet ishim të tillë? Është në kapitullin e 2 them Shqipëria midis lidhjes e perëndimit të librit. Po. U referova me referencat të huajve në Shqipëri se shqiptarët si besojnë një tjetrit. Ja të huajt aty. Çfarë thot Lojës aty? Pra Enver Hoxha ishte në mes rrugës, nga t'jam mande, thot ai, nga lidhës o perëndimi. Amerika me Anglinë nuk e njohën qeverinë. Misioni angles i ndihmave që nuk ka UEFA këtu fare, mbështet se vërvoroi Pirin. Greqinë, që mbështeti edhe në konferencën e parë të paqes Anglia. Pra, shteti shqiptar ishte shumë i shqetësuar nga ajo. Dhe ndihmat pothuajse u bllokuar fare. Në këtë kuadër, i vetmi vend që u përgjigj menjëherë që Jugosllavia. Dhe më mbrapa pasaj erdhi Bashkimi Sovjetik, të cilët i pari shteti shteti shqiptar ishte Jugoslavia, dhe pasaj vazhduan shtetet tjera, dhe sa Amerika me Anglinë, ju e dinë që vitë pra nuk ishte rrugë tjetër. Nuk ishte rrugë tjetër. Po i gënjeu Enveri ata. Për çfarë i gënjeu? Nuk kam punë me Enveri, nuk kam historinë punë. Çfarë i gënjeu konkretisht? Është një çështje që ka mallë se dalim nga tema, po i gënjeu. Unë kam lexuar arshivat dhe gjithë qendrimet e tija. Ai ishte midis dy rrugë nga Tiamante, dhe duke qenë se perëndimi në jug për një kohë caktuar, dhe ai vetë ishte edhe komunist, detyrimisht zgjodhi rrugën e krahut komunist lindor. Çfarë ishte Shqipëria gjatë luftës së ftohtë në 46 vjet? A kishim në rëndësi apo ishim të pallogaritshëm në botë? Po të ishte pallogaritshëm Shqipëria në 40 vjet, nuk do angazhoja shumë, siç e kanë praktikë në libret si amerikane, M18-a, KGB-ja, UDB-ja me radhë. Pra, Shqipëria fatmirësisht ka një pozicion gjeostrategjik
shumë të rëndësishëm, dhe Shqipëria në ato vite ishte kalaja se kje kone Skënderbeut që ndante lidhje me Perëndimin në buzë asaj. Kjo ishte për shkak të pozitës gjeografike? Prandaj, në vitin 49 dhe 54, si që thot edhe Bleri, që dështuam, u bë operacioni midis dy zbulime amerikane dhe atë, për rëzimin e partisë, hyrjen në Shqipëri, për rëzimin e partisë, dhe pasojt e të mbi Shqipërisë. Dhe të shtuan, sepse zbulimi jonë kishte realizuar futje me agentur në të gjitha organizmat. Ja, më lë të pyes. Domethënë ju kapët një çështje thelbësore që ka goxha debat. Tony Blair, kryeministri i Britanisë, ka thënë 2 janë dështimet më të mëdha të MI6-s, shërbimit sekret britanik dhe CIA-s. Ai në Irak në vitet 2000, dihet tashmë e famshme, dhe në Shqipëri në vitet 50. 49-54 ka qenë operacioni. Në fillim të viteve 50, valuable, i famshëm valuable. Zoti Lima, ju më po pyes njeriu kompetent sepse ka plot studius që nuk kanë shumë lidhje. Kur s'kanë qenë aktor shkuar i kot. Dhe po pyes njeriu që ti ke qenë pjesë e një shërbimi sekret. Tani, ishte ky dështim i CIA-s amerikane si pasojë e aftësisë së lartë të sigurimit të shtetit apo tradhtisë së madhe të Kim Philbit, agentit britanik që u bë pjesë e KGB-s? Shumë qartë. Në vitin 1949, Shqipëria përbënte një objekt tundues për skifterët antikomunist në radhë e buzbullunit britanik dhe amerikan. Nëse në vendet e tjera zhvilloi betejë e luftës së ftohtë, në Shqipëri zhvilloi betejë e luftës së nxehtë. Pse? Sepse të gjitha shtetet kundërshtuese të Shqipërisë kishin bërë organizime intensive për rrëzimin e partisë pushtet dhe pas saj do vinë pasojat e tjera. Për këtë arsye, 2 zbulimet kryesore, amerikani me projektin i çmuar në anglisht obus Befing, ndërsa anglezi me projektin djalli Volube organizuan agenturat e tyre dhe personelin e tyre për të hyrë në Shqipëri. Çfarë synonin? Rrëzimin e pushtetit politik. Dhe me këtë azënconin? Enver Hoxha? Ishte një problem i cili ishte më shumë për interesat e tyre të binin në pushtet, të gjithë emigrantët politik dhe ekonomik që kishin dështuar luftën nacionale shqiptare dhe ky pushtet i quhet armik me të drejtë të binin pushtet sepse në Amerikë në Suedi, në vendet fara ishin shumë nga ata që prisin ardhmë pushtet, që nga me zogun krye janë rresht emrat, i kanë libër gjitha me radhë. Po, kjo do ishte një gjë mirë për Shqipërinë? Tani 2 zbulimet qendrat e tyre bën Italinë dhe Greqinë. Po. 800 emigrantë ishin në Itali, 700 në Greqi, 700 ishin në Itali. Dhe u përgatit komplet hyrja aty në Shqipëri. S'është e vërtet që Kim Phibi i sqaron mjaft mirë lordi angles Bathel në librin Tradhtia e Madhe. Po thot, nuk ishte tradhtia, thot e Kim Phibit, po ishte aftësia e zbulimit shqiptar, i cili kishte futur brenda kësaj veprimtarie, agjendë e saj, dhe çdo lëvizje që bëj kundër Shqipërisë zbuloi që në kohë dhe më të pasoj Shqipëria. Ku din ata kur binde ai me parashut në X vend? Nga si arrinte ai? Po, sepse kur bëje plani ku do zbriste, vinte informacione para se në tipin për lëvizje ai. Ashtu si u bë Xhevet Mustafën, pyes për Xhevet Mustafën, po rrim. Po kemi ne dokumente që X agent ka treguar vendin që filan person do bjerë me parashut në filan vend dhe kapi, sa ta u kapën me 10. Po pse agenti që ishte në grupin e Xhevet Mustafës është tjetër gjë. Jo, i lidh gjithat agenturën. 83. Në radhë parë një herë, pa informator të brendshëm, midis veprimtarisë armiqësore që bëhet, nuk mund të ketë kaq shumë sukses zbulimi. Pra zbulimi jon, atëherë quhet agentoror, tani quhet inteligjenca, ishte organizuar në mënyrë të shkëlqyer dhe brenda gjithë veprimtarive
të diasporës politike dhe ekonomike jashtë shtetit, që drejtojë nga CIA amerikane dhe më 18 janë gjithë në arshiv, këto që kam unë janë arshiv, këto i them unë, nuk them unë, kishte futur elemente saja, dhe çdo lloj planifikimi që bëj kundër Shqipërisë, dhe çdo lloj lëvizje planifikoi, vinte më përpara Shqipërisë ata ishin në aktivitet, dhe merreshin masa parandaluese. Kështu u realizua edhe me atë që thot Bleri, që në Shqipëri dështuan 4 vjetë, 29, 54, dështoj. Prandaj, në vazhdimësi të saj, se u kam tani deklaratën e drejtorit CIA-s, u detyruan që në vitin 1970, drejtorit CIA-s për Shqipëri tha, dështuam, do të ndryshojmë platformën, do vendosim strategjinë e plasaritjes që bën me shpifje dhe me intriga letrash që futën varrasë në Shqipëri. Pra dhe vetë të shtete ka të mëdha, kanë pat kaq probleme të mëdha për realizimin e qëllimeve të tyre, për rrezimin e pushtetit politikës. Problemi shtrohet shumë thjesht për njëri normal. Si ishte mundur 44-1910 nuk u realizua dot rrezimi i pushtetit politik i Hoxhës. Kjo është pyetje që unë e kisha përgatitur. Sepse shteti shqiptar fillimisht punoi me Jugosllavinë dhe veçanërisht pasaj me Rusinë, ndërtoi dhe organizoi në mënyrë të shkëlqyer shërbimin e fshehtë të zbulimit politik dhe zbulimit ushtarak, 2 drejtori qendrore. Drejtoria e zbulimit politik i quhet Drejtoria e 3 e Ministrisë Mbrojtësme, u vendos u instaluan Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ndërsa Drejtoria e zbulimit ushtarak në Pallatin e Brigadave në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes. Drejtoria e zbulimit politik kishte mision të ndiqte veprimtarinë dhe zbulon të hapit të gjithë diasporën politike dhe ekonomike jashtë shtetit, e cila në bashkëpunim me agjentorët të huaj kishte për qëllim rrëzimin e Partisë Punës dhe të Hoxhës. Ndërsa Drejtoria e zbulimit ushtarak kishte për detyrë të ndiqte gjithë veprimtarinë e shteteve kërcënuese që përbërnin përshtypjen Jugosllavisë, Greqisë, Italisë, NATO-s, Amerikës për përbërjen, organizimin, dislokimin, veprimtarinë ushtarake dhe kërcënimet që vinin në Shqipërisë, të cilat unë paraqesë libër nga të dhënë kishim ne kompjuter. Do të pyes një nga i për këto. Shqipëria u bë anëtare të Traktatit të Varshavës, lidhur me këtë që ju thatë për mbrojtjen e vendit tonë, që në vitin 55 kur u themelua deri në vitin 68 kur doli. Çfarë roli pati vendi ynë gjatë kësaj kohe që ishte antar dhe çfarë ndodhi në momentin kur Shqipëria u largua? Sepse ishte lajmi numër 1 në botë. Traktati i Varshavës me në krye Bashkimin Sovjetik nuk kishte asnjë hapësirë detat e Mesdheut. Në qoftë se flota e jashtë kishte gjithë Mesdheun, se kishte antar Greqi, Itali, Spanjë, Francë, pastaj bëri Turqi dhe Greqi në 56-ën, Bashkimi Sovjetik lëvizte me anije në Afrikën e Veriut. Dhe hyrja e Shqipërisë në Tratatin e Varshavës, Bashkimi Sovjetik i hapi qercat në dy fare dhe hyri Pashalimani. Kur zotron Mesdheun, Pashalimani ishte pika më strategjike me Mesdheun. Dhe ai solli, siç e dini ju, 12 në vdesje, nga të cilat 4 në vdesje ishin bashkëpunim me 2 ekipet, nësa 8 në vdesje ishin vetëm ekip rus, i cili kishte mision vetëm zbulimin në New York, që lëvizte gjithë Mesdheun, Napoli dhe metra, vetëm me rus, ku thënë 8 në vdesje të dhe prandaja Urshovi i jepte aq rëndësi Shqipërisë dhe pastaj ministrat e mbrojtjes saj, sepse nëpërmjet Pashalimanit dhe hapësirës detare që lëvizte flota ruse në Mesdhe, ajo e kishte kontroll të plot gjithë lëvizjen, përbërjen, organizimin, dislokimin e flotës jashtë amerikane, që ishte realiteti më i ashpër. Ishte sepse Rusia kishte frikë, sepse aeroplanmajtësit dhe në deset amerikane ishin në pajisje me armë bërthamore. Do të pyes për këtë, po si arriti, me çfarë guximi Enveri u prish me Bashkimin Sovjetik pikërisht në këtë moment dhe u largua nga Traktati i Varshavës? A kishte rrezik që Bashkimi Sovjetik sulmonte Shqipërinë? Patjetër, mas i viti u bë plani, të cilin e kundërshtoi. Plani është në libër, plani që kundërshtoi Ceaușescu me Titon, që nuk hapë korridorin ajror. Bashkimi Sovjetik bëri plan për të pushtuar Shqipërinë. Po, tani ishte një trimëri e madhe
që të merre një vendim aq të madh kundër Bashkimit Sovjetik. E mori vendimin. E mori vendimin dhe ki parasysh ti, mbas largimit të flotës ruse nga Pashalimani dhe të aviacionit nga qyteti Stalin, komandanti i NATO-s tha u shtrirua me zeu. Po para se të vim këtu, çfarë bëri që Bashkimi Sovjetik mos e sulmonte Shqipërinë? Bashkimi Sovjetik bëri planin e ndërhyrjes me aviacion me flotë dhe flota luftarake nga Sevastopoli mori urdhë dhe nisi nga Bosfori dhe të vinte në Meze, ndërsa aviacionit ju kërkua korridorit ajror të shpjegohet ju në Rumanisë dhe Jugoslavisë të jetë në Shqipëri dhe të dy udhëheqësit e dy vende e refuzuan dhe shpërtheu problemi Kubës. Dhe këtu në ndihmoi Kuba? Po, shpërtheu se Amerika të me Kubën për plasë problemet e... Po, ja të ishe gati lufta bërthamore. Dhe pasaj problemi u ndërprek. Dhe të shpjot e libri, një general rus që ka mbuluar Ballkanin ka bërë librin për këtë, e shpjegon komplet planin që është në arshivat e Ministrisë Mbrojtjes të Bashkimit Sovjetik, plani ushtarak për pushimin e Shqipërisë. Në cilin vit edhe një 50-e? Në vitin 62. 62, më fal. Qofse Bashkimi Sovjetik do pushtonte Shqipërinë, çfarë ndodhte? Natyrisht do kishte konflikte botërore me NATO, sepse NATO ishe tepër e shqetësuar sepse hyrja e Bashkimit Sovjetik duke pushtuar Shqipërinë i krijonte probleme të mëdha shumë me mesdheu verior, kur Shqipëria kishte zënë pozicionin e një vendi neutral dhe ndante lidhjen me perëndimin dhe Italia, ministri i Italia bëri deklaratë e madhe, na shpëtoi Shqipëria se ishin detyruar të investonin shumë në industri ushtarake për të mbrojtur nga agresion rus. Këto flasin dokumentat, flasin rezultate. Tani e kuptova qartë unë se si isha shumë i qartë, që pse në enciklopedinë amerikane, kur është indeksi atje shkronja komunizëm, shkruan vetëm Shqipëria u largua nga Traktati i Varshavës. Ai që kryesorja. Sepse ajo paska qenë krye. Tani dhe politika e jashtme e NATO-s me në krye Amerikën, mbas largimit flotës në këtë krau, ndryshoi e hoqi nga objektiv ushtarak, dhe në rrugë diplomatike ka punuar në vazhdueshme janë dokumentat që me ambasadorët për të fat krijon të fillon një afërsi të ngadaltë me Shqipërinë.